minuto che ciascuno paranoia. Passio te Ulberto duket botën në përgës një ambulancë, kjo kurset me arrogancë, edhe sot në tonë që s'pishe koha. Përfundova në nuj kur s'mu thot koha. Imagjina një minut pa ushtar, po jetima as një shishe në oqean, si vjen era jarga dha lirin e fjon, s'kam thonë shkora. Krijon në mua një zemër të pastër, në notën time të dërgoj dritën, a më miserere, a më miserere. Në zemrën time të brenda, të minuto të vazhdoj, njërës të mirë, njërës pajmer, kërcen palën shpirt, janë anedi të tajme, ku kam linë sot e adoj, janë anedi të tajme, vazhdoj me shtit, 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 shtit. Zjerën, bjerën i valet tona tribale që shtojnë sorte ku kur bjen male. Zjerën, njërës pa emen e njërës të t'lirt, një sekutën e binë si shtatë theka që t'mëllën në shpirt. Zjerën, këtu flendet Tirana e hana e yjet si shofim se yjet në shkej kama kur eci njerë. Zjerën, jenat undë për flak e drit, e t'kërkojnë këtë tërë që s'pran të ishmërit. Përshëndetje, pas saj hyrjen të këngës Zjerën në Eurovision 2025 në Basel, Zvicrës, jemi kthyer këtu në studio, siç e kam thënë dhe më parë, që post politikës ka ardhur momenti për të folë edhe për muzikën, siç do flasim për historinë, për trashëgiminë e tjerë me radhë. Por sot do flasim pikërisht për këtë këngë. Për këtë këngë që ishte një nga paraqitjet më të mira që mund të jetë bërë gjithë këto vite të Shqipërisë në pikpamjen muzikore. Po është shumë interesant se diçka e tillë, pra një produkt i tillë u përdor edhe në samitin politik të Tiranës, ku ishte në zemër të Shqipërisë, pra edhe ishte një ngjarje e madhe kjo, kështu që në një moment të koncertit që është bërë në Teatrin e Operës së Baletit është përdor e miksuar, po është përdor pikërisht muzika e Zjerën. Kam ftuar sot një mikun tim të hershëm nga Shkodra për të folë pikërisht për Eurovisionin dhe për këngën shqipe atje, edhe do ta analizojmë pak më ndryshe se si mund të analizohet thjesht nga muzikant. Është muzikologu i njohur, profesor Qamil Gjyrezi. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta Gjergji në televizionin tuaj në Kuvend Zori Lezhës. Është kënaqësi për me bashkëpunu me ju, për me thënë diçka mbi këtë arritje artistike, kulturore, dhe pse jo dhe shumë rëndësishme për ma njëherë arti ndikon tek zhvillimi, të integrimi etj, tek njohjet, tek turizmi, pse ja. Kështu që është kënaqësi të bëjmë një analizë ose të japim një opinion mbi arritje në festivalin Eurovisionin e vitit 2025. Okej, një profilim të shkurtër profesori. Profesori është muzikolog i njohur dhe profesor, ju e keni filluar profesionin e muzikës, e tartit, përveç se si instrumentist e muzikant e tjerë më radhë, por keni qenë gjithmonë mësues, pedagog, që kur? Po ban vite, më këtë kalu mbi 40 e sa vite. Po faleminderit Gjergji, unë sot jam në pension dhe fillimet i kam në shkollën artistike Brejkakova në vitin 1977, pastaj në Akademinë e Arteve, kam marrë Akademinë e Arteve, pastaj mas vitit 1982, tamam, kam filluar në shkollën artistike Brejkakova, kam luajtur në orkestrën simfonike të qytetit, gjatë gjithë këtyre viteve dhe natyrisht jam përpjek të jap një kontribut në instrumentet e frymës. Të frymore, po. Të tunxhit. Aty ke që të tunxhit, të trompa, të kështu. Ai është edhe
studimi im akademik që kam marrë diplomën dhe pastaj pas viteve 90 jam marrë me organizimin e disa aktiviteteve të rëndësishme. Dhe natyrisht edhe me studime më lini ideja për të studiu muzikë është krejt normale për gjithë secilin. Pasi ju e dini, muzikologjia është disiplinë shkencore dhe studimi mirëfillt. Po drejten për me studiu muzikën nga gjithë secili dhe impulset më të mëdha i pata kur fillove në fakultetin e shkencave të edukimit Dega Psikologji në vitin 2005 për të lektoru psikologjinë e artit, ku është psikologjia e muzikës, psikologjia e letërsisë. Në Universitetin e Shkodrës. Në Universitetin e Shkodrës. Dhe pastaj kam pas një shans të mirë për ta mësuar për vërtetë psikologjinë e artit në Universitetin Ca' Foscari në Venecia në vitin 2008. Dhe natyrisht për të shkruar një hipotezë mbi psikologjinë e artit dhe psikologjinë e muzikës ose terapinë e muzikës, muzika për përmirësime psikologjike. Shiko si është puna, se sot me profesorin do të kemi disa konvencione fjalë që ngaherë nuk një gjonë rëndom, domethënë, dhe prandaj do të futa pak më thellë. Dhe profesori na sjell çësje më të thella analitike shpesh herën kur dëgjoj, filloj mendohem shumë, përqendrohem shumë të shoh çfarë po thotë profesori, dhe kështu që edhe ky këndvështrim i sotëm pak a shumë edhe për këngën që kemi, por edhe për muzikën, edhe për psikologjinë e artit, pra do të jetë pak më e thellë, domethënë, është një nivel elitar i diskutimit dhe i kuvendit që po bëjmë sot një kuvend muzikor. Po, nësot në kuvend do të përpiqna me folë me fjalët e kuvendit. Kuptimin e mirë, por natyrisht edhe si profesionista, por kemi publikun dhe publikun duhet i themi gjërat thjesht, ta kuptojmë pse jemi këtu. Dhe jo qëllimi i ardhes, por edhe vetë qëllimi i studimit të muzikës. Dhe njëherë termat edhe për i përdorim pa taktim realista, duhet i përdorim më me takt që të publikut kuptojnë të vërtetën e këtyre temat. Megjithatë, kur futen në këtë disiplinë, i detyruar të përdorësh disa terma që ti më thu kur i kemi folur para 10 vitesh në Berlin. Kam një gjuhë më shumë duke sikur çfarë po themi. Jo, është vërtet është shumë e nevojshme pas kritika të tilla arti, kritika të thella arti, sepse nganjëherë divulgohet në mënyrë pak, unë nuk po them përdor një fjalë trançu, po gati me një zhargon, pothuajse rrugë një zhargon i cili është bërë në nivelet papranueshme për një shoqëri që avancon domosdoshmë. Kështu që prandaj e kam këtë. Profesor që të futna direkt, të vim direkt. Meqense përmendes unë kam pa metron, kam pa gjërat e bukura që ke bërë vazhdimisht. Edhe përmendet edhe këtë, pastaj fanfarën me radhë. Po shikoje diçka tek Kola, tek Kol Laçe. Dhe shikova një nga këngë bashkë me Beatricën, ishi pikërisht një këngë që lidhet me fanfaren. Me fanfaren, po them, është një këngë shkodrane, dhe e lidha pastaj edhe me këtë zjerm. Duket sikur ishim brenda një shtrati që vinte ndryshe, edhe kjo këngë ka ndryshe, domethënë në këtë Eurovision, s'pari u paraqit në festivalin e këngës në televizionit shqiptar, që fitoi çmimin e parë dhe pastaj erdhi tani. Çfarë ka ndodhur në këtë lloj miksure të përbashkët, domethënë çfarë ka kjo këngë? Çfarë ka gjën e veçantë që ka si këngë në analizën tuaj? Unë të jem realist sot, pasi kanë kaluar 20 vite në kërkim shkencor për këto punë. Shkruajta diçka dhe mendova të referohem asaj që shkruajta. Të themi publikut atë opinionin tim ose analizën time, një lloj kolazhit, duke cituar të tjerë mbi këngën. Kurse ju keni atë idenë e bandës, e muzikës, dhe njëkohësisht kam drejtën dhe unë të them, unë isha i pari që prezentova muzikantët e rilindjes kombëtare. Janë të jashtëzakonshëm, duke filluar me Palo Kurtin, Franondojen, dhe aty në Shkodër tamam, ku unë los për Pashkë dhe për Krishtlindje tek franceskant, aty ka filluar muzika. Dhe natyrisht i prezantova me qëllimin e mirë për të prezantuar arritjet e këtyre profesorëve të muzikantëve më atipik, më të shquar shqiptarë, siç është Cezadena, pastaj Tonin Arapi, Tishtaia dhe Prekjakova, dhe tjerë patjetër. Po aty është thelmi.
Dhe aty krijohet edhe kjo banda muzikë që neve e kemi prezantuar në banda muzikës, ku fëmijët, nga që nuk kishin asnjë mundësi tjetër për të mësuar shkrim, edhe shkrim edhe këndim, po edhe muzikë, lunin në instrumentet e frymës dhe ka një rëndësi të veçantë. 1877, 76, 78, duket. Dhe në këtë kontekst, veglat e frymës fillojnë dhe mund t'i qumë që kanë shpinë e kanë qytetet e Shkodrës, qysh në shekullin 19. Të jem realistë thash, po referohem dhe edhe publiku të na kuptojnë më mirë dhe pastaj po bisedojnë mbi atë idenë tuaj që është konstatimi juaj, masi për këto duke dëgjuar muzikën, gjithë secili kemi ato konstatimet tona, kemi pëlqimet tona, kemi kuptimet tona, se si e kuptojmë. Natyrisht gazetaria ka misionin e saj, por muzikologjia e studion në një formë tjetër. Dhe mbi gjitha është publiku i cili e pëlqen ose se pëlqen. Dhe mbas kësaj strukture të këngës vinë edhe ato që e kanë kriju, edhe ato që kanë tentu me sjellë diçka të re, dhe një prej tyre është edhe Kola, siç e përmendë, duke u interesu jo shumë, po pak ka studiu për piano dhe pastaj ka studiu në Padova për filozofi, dhe natyrisht e kam sqaruar këtu në analizë se si fillon të hetoj, të studioj, të observoj atë rretron e muzikës etnike të qytetit Shkodrës, të autorëve të vërtetë të qytetit Shkodrës dhe muzikës të qytetit Shkodrës. Pra është mbështet ke këta autor, pra kemi këto retro, do të mbështet pak a shumë në këtë filozofi këngë, muzikë. Pak e kam dëgjuar thash, dhe sipas intervistës të tij thotë kam tentu për me bë diçka e cila do të krijonte këtë këngë. Po dalim prap edhe një analizë tjetër, ka shumë tentativa për të diku tek muzika, duke filluar me muzikën jazz, me muzikën moderne, natyrisht me muzikën elektronike, se prandaj quhet Shkoda elektronike dhe inteligjenca artificiale të jep të mundësinë. Po problemi është thelbi me qenë, ka marrë ajo që lahuta, çiftelia. Pra thelbi është tu? Ai e interpreton këtu. Po ke instrumentet e traditës, do të thënë ka tek instrumentet e traditës. Jo thjesht vegimet, po ka do të thënë atë përmbajtjen e tingujve që vijnë nga po disa tinguj vijnë, jo në introduksionin e këngës është një çifteli e cila është mendoj, nuk e di se si e kanë miksu, por tingëllon mirë. Edhe gjatë strofës e keni çiftelinë, e keni në sfond, e cila është një lloj isoje, që është shumë interesante. Për të filluar grupi Shkoda që përfaqëson renditet i 10, kjo është e din të gjithë publiku, dhe të gjithë publiku e din që fitoja ushtria me 436 pikë, kurse Shkoda elektronike me këngën Zjerm solli në skenë një përzierje të fuqishme midis modernes dhe traditës shqiptare. Pra moderne kjo tentativa e teknologjisë, pra inteligjencë artificiale, veglat elektronike dhe traditës shqiptare. Përfundoi i fundit, doli me 218 pikë, nuk mendoj se janë për publikun, por shumë e rëndësishme, prishmëritë interesant si mas me jetë dhe aty që lexova ishin të larta, dhe mendoj nga klikimet në YouTube para festivalit, kishte një audiencë të çuditshme, pra kënga ngjiti, shumë interesant. Dhe të ngjesi në kultura tjera, gjermane, italiane, e tjera, nuk është kollaj, kjo është fuqia e artit. Ky grupi, sipas të lexuam që kanë bërë, është një duo muzikore për bërë ku producent është Kol Laca dhe këngëtarja Beatrice Gjergji. Janë shqiptarë dhe këto janë, thash, të rritur në Itali, në një kulturë tjetër. Në Itali. Dhe kanë krijuar një stil, kjo është interesante. Po çfarë stili është ky? Të quajtur post-emigrant pop. Çfarë thotë kjo? Po do të thotë një muzikë popullore, e cila vjen nga një emigrant i cili ka shkuar dhe ka studiuar një kulturë italiane e tjerë, është rritur me gjuhën italiane, me kulturën italiane, dhe përpiqet të kërkojë tema të muzikës popullore, të muzikës etnike, për andaj nga vjen, nga i Karranj. Që do të thotë përzin muzikën elektronike me element të folklorit shqiptar. Veçanërisht nga Shkodra, aty është dhe synimi i tyre, kanë tentuar edhe para se të këndonin në festival vjet, më duket, 24, me lujt muzikën e tyre në oborret shkodrane,
dhe duke pru ato idetë e tyne, duke interpretu me këtë stil këngën qytetare shkodrane. Shkodrane, po e kanë pru kretë ndryshe. E kanë baj këngën fort, por e kanë pru ndryshe. Se unë i kam vurë edhe ke Zafest. Pikërisht, me tentativa e tyre e cilë me thonë vërtetën, nuk mund ta quaj eksperiment, por është se arti nuk është eksperiment, por e tentativa për ta sjellë ndryshe dhe ashtu ndryshe i arritën një lloj qëllimit me prezantimin e fundit. Në festival renditet e para, dhe kjo është e rëndësishme, kurse thelbësisht se muzika ka përmajtje, ka dhe formë, që sa ritëm, e tjerë, është një këngë që përfaqëson pasionin dhe ka tregohet edhe në tekstin me fjalë, edhe në tekstin muzikor, edhe melodit, transformimin dhe forcën shpirtërore. Kjo është interesante e këtyre artistëve dhe e çujta dhe këtë kërkimin Shkoda elektronike zjerë shnërit, një zë që lind në thellësia e shpirtit. Ajo përkësuar quhet prap një rrymë tjetër rave folklorike, folklorik rave. Po, rave folklorike? Rave folklorike. E përkëthyrë në Shqip. Po. E përkëthyrë në Shqip. Duke e përzirë me ritme elektronike retro, pra janë të gjitha të tentativa që publiku besoj ka dëgjuesi do mos të i din këta ritmet, dëgjuesi i ri e kupton. Me motive tradicionale. Teksti është shumë interesant, strofa këngës fillon me vargjet në këtë minutë, në këtë çast, no paranoja, pas shiut, e ylber të duket bota, s'ka përreth asnjë ambulancë, por është interesant një tekst i cili më thonë vërtetën, ju e dini që shoqëria kaloi jo vetëm shqiptare, por edhe shoqëria botërore kaloi nga pandemia, nga luftrat, nga problematika që pat 40 vjeçari i fundit, dhe përshkruan një tekst shumë interesant. Dhe referin zemrën time që më njëherë ka përdor edhe vetë fjalën zemra, dhe natyrisht përpiqet kënga, teksti dhe muzikë të ndikoj tek zemra. Ky minutë do të vazhdoj, njerëz të mirë, njerëz pa emër, gjithmonë identifikon njerëzit që njerëzit janë të mirë, të këqij, pa emër, me probleme, me kërcejnë vallën në shpirt, prap flet për shpirtin e tjerë, shumë interesante, e ka ndërthur shumë bukur në fund, dhe e pa të shenjat të cilat edhe muzikalisht, po edhe semiotikisht që është e studimi i shenjave, shnrit, edhe është shumë interesante, e arrin qëllimit artistik, psikologjik dhe filozofik. Introduksioni këngës fillon me një imitim çiftelis, gjithmonë janë imitime në taserë, strofa shoqërohet në një iso ose nga çiftelia, pastaj është solo orkestra me ritëm shumë modern, dhe recitativi i këngëtarit, kola është shumë interesant. Recitativ fantastike. Një recitativ shumë interesant, modern. Që është një shoqërim me goditje shumë në refren vazhdimisht. E thot, shpresoj mos jem të flas pak për veshjet, është interesant kjo vajza, imiton edhe kuqezin dhe gjuhën trupore, rozafen, shumë interesant, nëse e keni pa. Po, e kam pa me shumë kujdes. Unë e kam pa me vëmendje, se unë e di. Po, për të thonë, si që i transkriptova, Kola dhe Beatricia thoi, kjo ka gjitë, thoi, shumë interesante. Ka element etnik, tribal. Por dhe ritmika është bërë me tarabuk elektronik, thot. Tarabuku është ai që... Pasha dhe që jep to efekte. Një lloj tarabukut mund t'jenë një timpan, se... Timpan, një timpan i cili ka një lloj efektet më të mballë, ose po i themi lodër, më lodra jonë, e cila... Dhe arrin artisti ti miksoj në formë artistike dhe të ashtu. Kurse unë ndi ata fjali kam zgjedh, por që i kam ndi në shpirtin tem, nuk manipulon, e ka bërë këngën Beatrice dhe ka kënu me shpirt. Jo, tekstin Beatrice e ka bërë tekstin? Këtu nuk jam i sakt, por më poshtë është një tjetër që e kanë miksu vargjet, që i kanë punu së bashku, dhe ishte i fundit atje në festivalin Europian të quhej Gjeloshi, është një nip i fili Gjeloshit. A i punon me media, por si që duket ka dhe aftësi
E di pse e them përsëri këtë, sepse edhe ke poezia, por edhe ke ritmi, edhe ke gjithçka tjetër, edhe tek veshjet, gjithçka, domethënë ka një analizë që bën, është shumë interesant, një nga gazetat italiane në online, po është një nga gazetat më prestigjioze, që tregime të vogla me sa ditë pak në shqip është shumë, edhe ka bën një përshkrim shumë në detaje, si ka pra është një gjatë që ai e vlerëson shumë, dhe nuk është pak me të vlerësuar Italia Sanremos. Po tjetër, kritika italiane është shumë, është interesant fakt të thash kam rendit edhe 2 gjana dhe pastaj po bisedojmë bashk. Dhe njerëzve ju pëlqen, është interesante, dhe thotë është e pa besueshme për mua me bë njerëz që nuk janë shqiptar, tu i kënu ata vargje, pra kënojnë edhe vargjet edhe këngët. Shumë interesante, fuqia e artit. Tash i dalim në kritikën, që kemi kritikën e muzikologëve dhe për mua do të citoj profesor Vasotole, po është kritikuar edhe në Europë, është kritikuar edhe në YouTube, pash kritika edhe natyrisht edhe artikuj të tjerë. Profesor Tole është i rëndësishëm, se është një mendim akademik, thotë, për e vitesh publiku, por edhe ne personistët fushë, kemi kërkuar që kënga shqiptare në festivalit të rësërës të riktheje originalitetit, i cili pa dyshim që lidhet me fije të dukshme të pa dukshme, me trashëgiminë tonë muzikore popullore, me gjetjet e veçanta krijuese, si me tekst ashtu dhe në melodi. Për fat të mirë, kjo këngë Zjerm, e cila sjell aromën e Malësisë dhe të Shkodrës, qyteti historik nga që fillova, nga ku mori rrugë muzika profesioniste shqiptare në fund të shekullit 19, ata që thashën, janë rinjente si ata. U shpall fitues e festivalit duke shënjuar një model mbreslënc të këngës Shqipe në ditët tona, që u përshfaq qartë këto tipare, sa origjinale dhe bashkohore. Përveç që profesor Tole, se unë kam mendimet e mia, po thash më mirë po citoj, që është muzikologjia, është edhe gazetaria ku Albert Vataj, citova. Është një kritik shumë, është një gazetar shumë vërtet i mirë. Shkruan pra si gazetar, ka drejtën edhe gazetaria me thonë vërtetën edhe pozitivon edhe jep idetë e saj edhe kritikon, por nuk është thjesht si një këngë, si një produksion muzikor me protagonist Beatricën dhe Kolën, thot, dhe ndihmesën e vargëzimit të Lek Xheloshit. Pra ky vargëzimi erdhëm ke autori, po si një zë që lind nga thellësia e shpirtit, për të torkitur në gjegjen tonë kolektive, për kjo ishte tentativa e gjithë sistemit. Pastaj në YouTube është shumë interesante, dhe aty në YouTube kemi edhe profesionist, po kemi edhe mendime krejt të thjeshta, që duhen marrë në konsiderat, dhe populli nga njëherë bën kritik të veçantë, dhe janë të huj, një adresë franceze, si francez jam krenar, që u dhamë, thot, 22 pikë, 12 juria dhe 10 publike. Një tjetër thot, është shumë e çuditshme që të shohet se ata kanë marrë kaq pak pikë nga juri. Kjo është interesante. Po jurit ju e dini, janë të cilëve ndodhin. Normal. Është një art i pastër, pra ai komentatori gjykon jurin, por i duket art i pastër. Natyrisht shumë këngë e bukur, thot një greke. Plot fuqi dhe energji, dashuri dhe respekt nga Greqia. Dhe është interesant, metaforik, prap nuk jemi në kritik muzikore, ndoshta Austria fitoi konkurrencën, por Shqipëria fitoi zemrat tona. Si përfundim, dalë edhe me konkluzion që do të them edhe për publikun krejtësisht, pranimi dhe ndikimi i kësaj kënge, jo vetëm që arriti sukses në skenën e Eurovisionit, por dhe fitoi sondazhin global të Eurovisionit 2025, të organizuar nga Vivi Blocks, duke marrë 11.1 të votave. Ky sukses tregon se Shqipëria është gati për një epokë të re, pra, dhe edhe një indicie për një epokë të re në muzikën moderne, duke ruajtur njëkohësisht identitetin e saj kulturore. Dhe tashti po flasim së bashku për cita bisedojmë atë çka kemi mundësi. Me këtë kaq ishte. Shiko tani ka një gjë, Samiti politik që ishte europian, përveç anës që kishte ajo shtëpia e Evropës që u bën mes sheshit e me radhë, domthon pati shumë gjëra anë artistike, ndikime artistike, nëse ke vënë re. Domthon, okay, kjo un po them që e bën politika, se bën, por
ta fusish një horizim tillë, prestigjioz në një botë ku sot gëllojnë luftrat për fat keq dhe konfliktet, dhe gjithë udhëheqësit e Bashkimit Evropian, edhe shteteve, vinë pikërisht në Tiranë. Dhe ajo që është shumë e veçantë është se në përshëndetjen që u bë në Teatrin e Operës së Baletit, pikërisht vjen kjo, është një miksim, ka një miksim pak më kështu, nuk është gjithë kolona zanore e këngës, por është ajo që jepet dhe unë kam vënë re me çfarë kujdesi është ndjek nga udhëheqësit evropian, aty në Teatrin e Operës së Baletit. Është prapë rrim aty, profesor, ishte lahuta, që ishte thjesht më tepër si një konvencion kështu, ishte një violiniste dhe pastaj ishte trupa e baletit. Dhe gjithë kjo, ishte një gjë shumë e bukur. Atëherë, nga që unë ju komunikoj, më ndeshta për ma more, unë e dhoqa me vëmendje atë miksimin, ishte një vajzë me një veshje të kuqe, dhe lunte, një miksim shumë interesant. Dhe natyrisht muzika instrumentale nuk ka aftësinë e fjalëve dhe të vokalit, por ishte me ndonë shkëlqyshëm. Dhe me thënë të vërtetën, ishte një simbolik, dhe me të vërtet të gjithë liderat evropian, të një nivelit shumë të lartë, kulturor, po pse jo politik, ju bëni përshtypje se u transmetu shkëlqyer ky impakt i kësaj këngë i transmetuar në një violin. Dhe ju pa gjithë pa përmend Merz, Erdogan ishin, ishte Macron, dhe nuk është thjesht ndikosh me art, në kulturat e tek liderat të cilët janë të detyruar të marrin dhe protokollin dhe mos marrin pjesë shumë artistikisht, por e kuptova fare mirë duke hetuar konceptin e observit mediatik dhe artistik dhe muzikolog, gjykisht që ata kishin ju dha një impakt kjo melodik, edhe këtu jeni kritisak, si gazetar dhe si vëzhgues si arti, dhe natyrisht ky summit ishte një moment shumë i rëndësishëm për Evropën, për Shqipërinë, për hapësinë ballkanike, natyrisht për zhvillimet botërore dhe për minën e tem do të ndikojnë shumë për integrimin ton politik dhe kulturor. Po, që këto fjalë që foli profesori dhe i thashëm pak më parë disa gjëra të vogla, për të kuptuar më mirë, do më ndiqni dhe shijoni atë moment, janë 2 minuta e gjysmë ndiqja kështu, ndiqni atë moment shumë bukur që ishte në Teatrin e Operës së Baletit, për të kuptuar dhe i se çfarë do të thotë arti. Është ura më e qëndësishme, është ura më bukur kulturore që mund të lidhje kombet edhe që mund ta evidentojë një komb të caktuar, një vend edhe në stadin e veçantë, avangardën që mund të jetë etj, por ndiqni. Europe.
kthehemi pas këtij momenti shumë të bukur, edhe me profesor Qamilin kam shumë dëshirë ta ndjek tani, sepse shiko profesor, tek gazeta Piccole Storie, kjo italiane, ka një analizë fantastike që ka bërë ato, por thot, zjarmi nuk është një këngë, është një zbulesë, është një shtek përmes zërit, një udhë përmes shpresës, një rit që del nga plaga dhe kthehet në dritë. Në një botë ku kënga shpesh është tingulli i zbrazët, kjo është frymë, është thellësi që thret thellësinë, një mall i paemër që digjet qetësisht në mes fjalës dhe heshtjes. Shqipëria nuk ka sjell një pjesëmarrje në Eurovision, ka sjell një amanet, një vajt bekuar, që nuk qanë për veten, por për gjithçka që po shuhet në njeriu në zerm. Është ajo që mbetet kur muzika pushon dhe ndjenja nuk kanë më ku të fshihen. Etj. Domthon vim te kjo, duket sikur është një ardhje nga errësira tek drita. Dhe shoh ka diçka ndryshe në gjithçka ka ndodhur këto kohë dhe kënga në Eurovision duket sikur ka përbashkuar copzat e ndriçimit edhe të amaneteve tjerë, nuk e di, cila është këndvështrimi jot profesor? Vetë tha që në plani paradigmatik se njerëzit, ajo koncepti, zhvillimet, ajo postmoderne, zhvillimet postmoderne politike, shoqërore, ndikun tek një rrëmuj e cila ndikoi shumë tek njeriu dhe ishim të ato sistemet që unë i kam diskutuar dhe herë tjera në noturnë të natës, si quhet. Dhe këto ndikojnë shumë tek kemi lufta, kemi patëm pandemit, shoqëritë kaluan kriza ekonomike, të cilat janë si pasojë e shumë arsyeve, por është edhe mendja që ndikon. Dhe arti më thënë të vërtetën e ndin këtë punë dhe siç duket edhe misioni atyre dy artistëve, unë i përgëzoj për këtë, pasi edhe vetë Kola ka studiuar për filozofi dhe duke futur filozofi nga herë, njeriu e përdor muzikën edhe më mirë dhe arrin qëllimin artistik. Edhe ja vajza shumë i sinqert kur përmend zërin e shpirtit, kur përmend drejtësimin dhe natyrisht kalimin në një zhvillim tjetër shoqëror, ekonomik, kulturor, jo vetëm të botës e të Europës dhe pse jo, po edhe të Shqipërisë, edhe të Shkodrës, dhe natyrisht kthehen edhe fije mbrapa që unë studioj antropologjinë të elementet tribal, të elementet etnik, dhe përpiqen që këto elementet të sjellin në një botë moderne për të kujtuar edhe opinionin botëror, pasi kemi kanon, kemi gjublet, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme, kemi një histori, kemi një të kaluar, kemi një gjuhë e cila është shumë e rëndësishme, kemi një dialekt, i cili është dialekti grek, e dialekti ktos, e gjithë kjo, si e thonë, ky zhvillim filozofik me gjitha dhe shoqëror ndikohet tek arti dhe artistët e rinj janë më të sinqertë, e kapin shpejt edhe ajo kishte kap, me thënë vërtetën, edhe me zan, në ana vokale më duket një këngëtare e mirë, këngëtare që kënon sinqerisht, përpiqet pra me se zëri ka mendimin dhe mendimi dhe transmetohet dhe shkollimi e zëri natyral që është shpirti, është shpirtënore, i fije dhe më terapeutike, kuptimin e thellë të konceptit, dhe i përpalloj këta dhe mendoj që dha emocione të kësaj natyre derisa arriti qëllimin artistik. Pasi e shkruva dhe nuk është kritik, por dy vendet e para kishin bënë me nivele vokale të shkëlqyeshme. Prandaj edhe ju rit nga një herë përveç pretendimeve gjeopolitike etj, preferencave etj, po zëri këngëtarit austriak është i nivelit hyjnor. Dhe natyrisht edhe këngëtarë nga Izraeli kënon të shkëlqyeshëm. Vërejnë me vëmendje. Dhe në këtë kontekst pa hyrë për me bën identifikimin e zërave deri te vendi 8, Beatriça kënoi shumë sinqerisht me një zot të mirë, një zot të moshës, i cili tingëlloi mirë, këmboi mirë, transmetoi mirë, me sinqeritet edhe dëshirën për të transmetuar edhe artin, por edhe shpirtëror, edhe dritën. Dhe natyrisht Kola me ato ndërhyrjet e tija të atij recitativit arriti të transmetojnë atë tribalen tonë, atë të kaluarën tonë, atë çist forme, e cila është mirë që evropianët ta dinë mirë që jemi një kom evropoid, jemi një kom shumë i lashtë,
Dhe në të tilla momente shumë shkurt nëpërmjet artit dhe natyrisht nëpërmjet studimeve të mirëfillta, të cilat duhet të jenë të mirëfillta dhe kanë filluar të jenë të mirëfillta, për shembull Akademia e Shkencave ka bërë leksikon, ju e dini. Po. Është bërë enciklopedia shqiptarëve, që janë të mbështetura nga mendimi shkencor evropian. Dhe nuk bëhet fjalë më për interpretime subjektive dhe lokale ose rajonale. Dhe pastaj të gjithë kulturat e tjera, qytetet e tjera kanë të drejtë të zhvillojnë të historinë e vet, duke i shtu pak e nga pak ato gjërat e pathana. Por në një formë shkencore, si e dini, historia është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë kontekst pra tentativa e këtyre artistëve nëpërmjet artit na rikujtuan, po me gjitha qëllimi artistik nuk ka nevojë, arti o tingëllon o stingëllon. Kënga e tyre ngjiti, kënga e tyre la një mesazh shumë të mirë dhe ju e keni dëgjuar që kanë filluar ta këndojnë, do të fillojnë ta këndojnë përsëri. Kemi momente të kësaj natyre, kemi Xhamadani via via, kemi Shkurt e Fezën që përdoret në një formë tjetër, por stili i këtyre dhe pretendimet e tyre e ngritën atë steken e prandaj bravo faleminderit. Po i mendoja për me ashtu. Kurse më kujtohet, është hera e dytë mas 10 vitesh dhe fal edhe televizionit tuaj dhe ju, se nuk kam komentuar më. Më kujtohet në 2012 kam komentuar për Rona Nishliu. Dhe ishte momenti kur pretendimet e estetikës ishin ta kthejmë nga pasi ndikimi i këngës italiane është i padiskutueshëm, jo vetëm në Shkodër, por në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe ta kthejmë nga bota anglosaksone. Dhe më kujtohet, e kam mbrojt shumë mendoj profesionalisht këngën e Ronës. Po pastaj patëm ato lohatit, se arti ka vetë, krimtari ose jurit e tjerë. Dhe vjen ky momenti i cili me të vërtet la këtë shije të cilën muzika e tyre kuptohet duke dëgjuar. Muzika e tyre shijohet mbas shijeve personale. Muzika e tyre interpretohet nga grupet që ju e pa që la një shenjë. Muzika e tyre do të fillojnë fëmijët ta këndojnë ata. Dhe kjo është magjia e artit dhe ishte një pjar i shkëlqyer për neve dhe shpresoj që ashtu si thash në fundin e kritikës që u propoza ta lexoj, të jetë një fillim i ri i muzikës shqiptare. Po, shumë bukur. Edhe ka dhe i gjë se është një këngë e pranuar tani edhe nga elita e këngëtarëve shqiptarë. Për shembull, Ermenela ja, ose edhe këngëtarë të tjerë dëgjuar në Kosovë dhe në Shqipëri, domethënë se për kollaj nuk është se shprehen nga herë se ne e kemi atë mbrana vetes. Po tjetër. Po janë shpreh, gjithë janë shpreh në mënyrë shumë pozitive. Shumë pozitive. Që do të thotë tani që ata që merren me muzikën, me drejtimin, Universiteti i Arteve, etj, pedagogët e tjerë me radhë, për shembull, folkloristikën, me kështu kanë marrë një model tani që duhet orientuar muzika shqiptare, duhet orientuar produkti shqiptar, artistik, duhet orientuar mbi këtë bazë. Ne kërkojmë të hyjmë në Evropë. Dakor, dhe jemi, si të thush, në ato hapa. Mirë po, do të futesh me gjitha dhe me identitetin tanë, por me gjitha gjërat. Dhe muzika është mirë tani, nuk e di, në këndvështrimin tuaj si një analist i shkëlqyer i psikologjisë artit. Çfarë mund të thush edhe ku duhet të orientohen universitetet, shkollat e muzikës e gjithçka tjetër që Gjergji, sot po mendosha duke ardhur brenda një misionit, nuk djebili si që të ashtë personalisht, ishim me disa miq dhe para 20 vitish ishim me pasione, me flitnim pa kontrollu, për me thani idetë tona, nga herë gaboni, se do në vëmenit veçanta dhe konkluzionet do t'jenë se shkenca ose gjysmë shkenca do në të dhanëna. Kurse arti spyt, arti është ose është, nuk funksionon. Por është e pafalshme, mos kemi muzeume të instrumentave tonë në shkollat artistike. Në liceun artistik, së fundi kam bashkëpunu për me prezentu muzikën e Wolfgang Amadeus Mozart dhe është bërë një tentativ për të risjellë të gjitha ato instrumentat artistike që ti ki bën në shtenë dhe i ki bën me shumë dëshirë.
Në fakt, bota moderne sikuri eklipson të punë. E në shkollën artistike, prej Kakova, duhen pa tjetër tjenë që fëmijët të njifen, edhe do të bëjmë, me instrumentet tonë. Kush janë instrumentet tonë? Dhe ju kujtohet fare mirë që unë kam eksperimentu dhe ju kemi lujt tromba me qiftelin, ose kolpicaku, me tentativen për ta këthy. Ma solla atë, sepse do të gjej një pjesë që t'ja bashkëngjisim këtij emisioni. Është një pjesë e bukur aty ku kemi qenë Beethoven qifteli, dhe kemi me tromba me kështu një tjetër dhe ishim në një recital në digital. Ka qenë një gjë bukur, më falënderoj shumë, ka qenë një bashkëpunim perfekt. Asnjë gjë, faleminderit ju edhe zotnis, bile njerëzit se nga herë nuk vlerësojmë ato gjëra, i bajnë po hajt. Më thonë, sa bukur, ju met, pra ja që met është arti. Dhe në këtë kontekst, është e pafalshme që në Universitetin e Shkodrës, dhe kam besim sot me zgjedhjen e rektorit të ri, po e përmend një djalë i shkëlqyshëm. Toninit, po. Tonin Gjurej. Po hap degën e albanologjisë. Po si mund të jenë një universitet ku ka pas korifejt e albanologjisë, duke filluar që nga shekulli 19, shekulli 20, bjen zero albanologjia. Po, për fat keq. Dhe si bjen... Edhe një albanolog më të mëdhej është varros, sipër në theth, Robert Elsie, a kupton? Ai më të vërtet, universiteti mund të kenë drejtësinë, mund të kenë inteligjencën artificiale, mund të kenë psikologjinë pa tjetër, punë sociale, biologjinë, shkencat eksakte. Po Universiteti i Shkodrës nuk duhet menu, po albanologji nuk ka kuptim. Për shkencat humane e shpirtënore, ku do ta marrin formimin shpirtënor ato shkodranë ose to arnë që vinë në Shkodër me studiu, dhe ka kene pafalshme. Nuk e kuptoj pse ndodhi. Dhe në këtë kontekst nuk lypin pasion dhe emocion, por lypin projekte të vërteta shkencore dhe me dëshirë e mirë. Dhe pse mos të ketë Universiteti i Shkodrës muzeumin instrumentave dhe të konsiderohet muzika si frikë mu marrë me te, si diçka që nuk i shërben letërsisë, që nuk i shërben dijes. Unë mendoj se i shërben muzika dijes. Unë personalisht, kujtohet, kam organizuar një kor, jo për arktim në Universitetin e Shkodrës, po për më ju thonë studentëve që pavarësisht jeni një fush, po mund të banë edhe diçka artistike, ose sportive, e cilë dhe sporti ka rëndësire vetë. Kështu që ju keni shumë të drejtë, ne duhet të drejtojmë i traditës, ne duhet të studiojmë ato që kemi ne gjërat të vërteta, dhe këto gjërat të vërteta ti shkrujmë mirë, ti prezentojmë mirë, mos manipulojmë, dhe mendoj që do të bëjmë detyrimin që kemi, si që kanë skocest Gajden, ju e din atë Gajden i famshëm, ajo i simbolizën. Në këtë kontekst, edhe lahuta, edhe qiftelia, edhe veglat e folklorit duhet të njihen mirë, edhe pse ja prej muzikantëve duhet pa tjetër. Dhe naturisht veglat e jugut që janë shumë të rëndësishme, pa diskutim. Dhe në këtë kontekst mendoj që kjo këngë do të jetë edhe një sinjal për të ndryshuar diçka. Edhe në studimin universitar, pa edhe studimin e muzikës. Pa harru, se muzika ka linë në Gjermani, ka linë me Bach, Beethoven, tjerë, të cilët janë gjigande në Itali e tjerë, por ne kemi artin tonë. Dhe thellë, më falë se të më pres, duhet lexu Niket Dardani, i cili është Niket Renesans, jashtëzakonshëm, është një punë e profesorit Mont Buaras, i cila tregon identitetin tonë alban e pirot, dhe natyrisht janë Kukuzeli, i cili është një figurë e cila duhet të njihet mirë, jo vetëm nga muzikantët, por të njihet mirë nga studiusi, të njihet mirë edhe nga studiusi të letërsisë, shkencave kryesisht humane. Që të flasim për një gjë që nuk mund të klejmë me dal nga kjo studio pa më folë për këtë, do më ka bërë shumë përshtypje psikoanaliza juaj për artin. Është shumë e veçantë, nuk është se e ndesh gjithkohë. Edhe madje ke bërë një libër. Libri i fundit, që e pashtë është bërë promovim në disa vende, po unë besoj është një libër i veçantë për të mos thënë i rrallë në kohët e sotme që i drejtohesh psikologjisë artit. Si e ka titullin, profesor? Faleminderit, është libri Psikoanaliza muzikës. Po. Me të thënë të vërtetën, e gjithë atë që mora informacionin, se s'kam shpik, diçka, po e them haptas, po informacionin që e mora në Universitetin ka Foskari,
Eksperiencën e rujta dhe erdhi momenti që ta botoj. Po imagjinone në shkencë gjërat ndryshojnë brenda jo 10 vite, por brenda 2 viteve, 3 viteve në hipoteza. Dhe psikologjia ka rezistuar shumë për ka shqip psikologjisë artit, nuk e pranoj. Psikologjia e artit ka themelet e saj në Itali, në Gjermani, ku edhe kjo psikoanaliza, se njerëzit kur përmendin psikologji kujtojnë se po bisedojnë për një smundje ose bisedojnë jo, në asnjë mënyrë është analiza e psikikës nëpërmjet artit ose sjelljes ose prejardhjes e tjera që janë. Dhe psikologët nuk duan në Shqipëri të merren me këtë fushë, pasi gjuha jo verbale dhe arti jo i shtetson. Janë të prirur drejt psikologjisë me gjuhën e përditshme dhe psikologjisë tradicionale të Sigmund Freudit e tjera shkolla psikologjike. Dhe në fakt ashtu, se psikologjia është disiplinë shkencore dhe arti është art. Po mirë, okay, vim tu pastaj të ma lidhesh pak me Dhe në këtë kontekst te kjo që bëni ju, ka lidhje dhe me terapinë muzikore, sepse po marrim këtë terapinë muzikore. Të pak tu sepse unë do të them gjë tjetër pastaj. Se terma, të themi njerëz, mendohet që muzika ka ndikim emocional për njerëzit dhe muzika ndikon tek emocionet, tek ndjenjat. Deri këtu, por shkon, që ose përdoret për qëllime për kur, se terapi kur do të thotë që është shumë e vështirë, natyrisht përdoret në një seancë, pra për publikun e kam fjalën. Dhe së fundi, pasi kam prezantuar librin, e kam ndërtuar hipotezat, i kemi rënë qafë Wolfgang Amadeus Mozart, duke e konsideruar si fenomen psikologjik, por jemi tamam te drejtësimi dhe jemi në vertikalizëm gjithashtu. Wolfgang Amadeus Mozart është vetëm fenomen artistik. Asnjë gjë më tepër. Hipoteza tjera pra bin poshtë gjërat, pra nga 2005-2008 ku filluam ta interpretojmë edhe nëpër botë, tashti fillojmë drejt vertikalizmit dhe arti, misioni i tij është arti. Arti kuron, por kur përdoret për kur e humb atë misionin artistik. Dhe kjo është edhe konkluzioni i studiuesve të neuroshkencës, të cilët thonë që muzika e Mozartit nuk ka asnjë ndikim tek inteligjenca artificiale siç është Richard Heyer. Pra, ka hipotezën e tij mas hipotetike të ndërton kështu. Kështu që në këtë kontekst e tha që eksperimentet janë eksperimente, kurse arti ndodh dhe ka ligjet e veta, ka mimesisin e vet, që ju e dini mirë, i cili o është art ose s'është art. Dhe në këtë kontekst kjo këngë, nëse s'do të kishte atë thelbin artistik, nuk kishte mesazh. Shumë e bukur. Gjë tjetër, ku përqendrohet ky studimi juaj? Studimi im përqendrohet te psikoanaliza e muzikës. Po, se ke diçka ke hipoteza e biomuzikës, neurologjia dhe muzikofobia. Shumë interesant kjo. Ka shumë, të lutem se prap t'i themi publikut që fobia është një frikë, pra ka shumë individ që kanë frikë nga muzika, kanë frikë nga piktura, kanë frikë edhe nga fjala. Dhe kjo është muzikofobia. Shumë te e kanë shumica politikanë. Nuk ka probleme se kanë frikë, por përpiqen të ndërtojnë një personalitet tjetër, i cili nxjerr fakti realista. Shpesh është një personalitet bosh. I cili është edhe bosh, ka të ngjarë, edhe piktura ka më shumë ndikim, temi realista. Muzika thot Sigmund Freud është femërore, nuk ka ndikim të madh, me të thënë vërtetën. Është shumë emocionale. Kurse piktura ndikon shumë dhe natyrisht shkojmë tek sporti i cili është lëvizje. Në këtë kontekst që mos edhe publikut, pra shumë individ kanë fobit e tyre nga fenomene dhe sene dhe ka prej tyre që kanë probleme të fobi nga muzika, fobi nga fjala, pra nuk shprehen, kanë probleme të komunikimit, fobi nga piktura. Dhe modeli më i mirë ishte ose më specialisht Sigmund Freud, i cili e dëgjonte muzikën si një tepsia e kusia në veshin e tij, që është një çrregullim. Dhe ja kishte mbush mendën vetes që ti drejtohet dijes. Pra një shekull e sa përpara. Dhe muzikën nuk e konsideron fare, nuk e vlerëson fare. Ai drejtohej narrativës së fjalës, dëgjonte opera
nuk kishin shumë muzikë, po kjo kohë ka kalu. E ka parasysh dhe sot muzika ka gjënë vend në të gjitha fushat. Muzika është pjesë e artit mi të gjitha, por edhe e studimeve si që i bëm për para. Kështu që kjo ka kënë të studimi muzikor. Pastaj kam analizu psikologikisht simfonin, psikoanalitikisht, me gjithate, thaq, prap janë studime të cilat janë në rrethët të ngushta, ku është debat në mes psikologëve dhe artistëve dhe muzikologëve. Dhe natyrisht ato biomuzika e tjerë janë ato shenjat biologjike të cilat gjithsecili neurolog, po ne kemi sot po neuroshkencën e nuk arrim të kuptojmë mendjen. Mendja e njeriut është diçka e cila është jashtëzakonisht vështirë për të kuptuar, vetëm neuroshkenca e kupton mendjen njerëzore. Dhe natyrisht studimet neurologjike arrin për të kuptuar njërin, por mos ta kthejmë debatin se si jemi neurologji, sot kemi marrë për këngë, edhe po kes kuptona prej termave dhe pastaj publiku mendoj që është interesuar të dëgjojnë atë përshtypjen time dhe tuaj interpretimin për këngën e Zjerm. Po pra, se këtu të gjithë profesor, e di pse po e thoje këtë, domethënë se edhe pse e futa këtë pyetje kështu dhe pse e bëra. E bëj për këtë fakt domethënë se gjithë, pra një libër i tërë ku ti domethënë ke shkuar në shkallën më të lartë të studimit, në shkallën më të lartë të studimit të psikologjisë së artit etj. Dhe jep gjithë është një libër që duhet lexuar, duhet studiuar. Unë kam shumë dëshirë që një herë të na vish edhe në Lezhë, po edhe në zonën tonë. Po të vish edhe të bëjmë edhe një promovim, edhe okay, se ka nevojë domethënë që kemi këtë lloj librash jo thjesht ca monografira që nga herë nuk e di ban për gjyshëre, shtëpiat mëdha, pushte, apo. Ta shkojmë pak këtu, që është gjë jetësore e kësaj. Domethënë është i gjë domethënë që gjithë këto element që ti analizon kështu dhe kur analizon këngën Zjerm, sa ka pikë takimi me qasjen tuaj, me analizën tuaj? Absolutisht. Këtu e kam. Bile shpesh arrit ta shikoj. Kjo është e kuptimin ashtu, po ka probleme këtu, masi muzika ka formë dhe përmbajtje. Dhe muzika nuk është bërë për ta kuptuar neve. Muzika është bërë për muzikën. Pra signifikati i muzikës është vetëm muzika, nuk ka signifikat tjetër. Ato që duhen më marrë me kuptimin e saj, natyrisht janë studiuesat. Pra muzika është bërë, pra imazhi psikik i muzikës është muzika vetë. Nuk ka rrugë tjetër. Atëherë do të fut në kot në teori gati konspirative. Muzika është bërë për të luajtur, për të kënduar, për të dëgjuar. Dhe natyrisht edhe për të shijuar. Dhe në këtë kontekst kur i shoh gjërat, unë jam në një disiplinë, se muzikologjia studion strukturën, harmoninë, ritmin, polifonin, instrumentalistikën, kurse unë përpiqem kam një rrugë timen që futet të kjo përmbajtja e muzikës, e cila muzika ka formë, por ka shumë pak përmbajtje. Domethënë, muzika nuk ka forcë si fjala për të shënjuar tek përmbajtja, pra, që është forma e muzikës. Nuk ka këllçesh, thonë studiuesët. Kurse fjala ju e dini është gjuha prej tunit është për si është debati psikoanalitik. Kështu që muzika, kur futen te rrugë vjen keq si nesh pak, por një muzikë pa përmbajtje nuk është muzikë. Dhe pikërisht mendoj që shpresoj për ta mbyll, ai studimi i psikoanalizës më ka bën që unë ta shikoj këngën e Zjerm, përmbajtjen e këngës Zjerm. Dhe artistët nuk kanë menduar as përmbajtjen as formën, por artistët kanë menduar të anën formale se si të krijojnë një strukturë këngë që është një këngë që dëgjohet edhe marron për 2 minuta, 3 minuta, për të ndikuar dhe për të lanë gjurmë. Instinktivisht ose profesionalisht, 2 artistët dhe ato që e kanë menaxhuar këtë punë, i gjithë stafi, mendoj se kanë arrit qëllimin psikologjik, po mbi të gjithë artistik. Dhe kjo është një arritje shqiptare? Që në të gjithë planin në planin e ecjes Shqipërisë po marr parasysh gabim se muzika është shqiptare kur lën muzikën shqiptare, po muzika është një shenjë e madhe globale dhe muzika është vetë shenjë, thashë, është vetë shenjë dhe me të vërtetë ti mund të shkosh do të paraqitesh në rrështet e të tjerë. Por nëse nuk e përdor mirë këtë, siç e kanë përdorur këta,
stonor se nuk funksionon. Po, dhe jep efektin e kundërt. Të lutem, jep efektin e kundërt. Po. Dhe është pikërisht fuqia artistike e cila ka arritë konkluzion artistik për të na lënë ne për ta diskutuar, për të krijuar këtë imazhin e simbolikës artistike, për të identifikuar Shqipërinë, është një rizgjim artistik, është një rizgjim kulturor dhe mendoj që ato e kanë arrit qëllimin. Pastaj sa qëndron, kjo është çështje tjetër, më varet se si është ndryshon koha, ndryshon shihet, preferencat. Dhe se si e përdorë dhe vetë media, vetë njerëzit këtë kanë. Megjithatë, e thonë shkurt, i përgëzoj shumë ato artistë të cilët krijuan një emision, jo vetëm fara dhe medias globale, jemi në YouTube dhe ju jeni në YouTube, ka shumë mundësina. Dhe të gjitha ato klikimet, përveç kritikës, gazetarisë, përveç muzikologjisë, janë të gjitha domethënie për këtë arritje artistike të Shqipënisë. Profesor, ishte shumë kënaqësi. Të dy këngëtarëve të Shqipënisë patjetër, Po, se patjetër. mas tyre vjen flamuri, vjen simboli, historia dhe Okej, pra ky është një kontribut i madh kur njeriu shkon atje, është një kontribut kombëtar. Po, patjetër është. Është fytyra e Shqipërisë para një publiku global. Është shumë kënaqësi profesor me të pas në studio dhe kam kënaqësi më të madhe sot që të kisha këtu dhe duke risirë nërmend gjithë bashkëpunimet e bukura që kemi pas, ti je vital dhe do vazhdosh të japish kontribut në jo vetëm thjesht në psikologjinë e artit, por në gjithë muzikologjinë edhe për të mësuar brezat dhe për të na mësuar dhe ne se po, ka një Qamil Gjurez në Shkodër që ditë me i thënë gjanat kaq bukur edhe kaq elitarisht, po them, në pikpamje elitare. Shumë faleminderit. Faleminderit për ju. U përpoqja thash për publikun, por masi bashkë kemi edhe një nivel debati dhe jemi kuptuar me njëri tjetrin. Ju falenderoj shumë për prezantimin, për promovimin, për kuptimin. Do të përpiqem prap gradualisht të komunikoj me televizionin tuaj në Kuvend Zori Lezhës, dhe nëpërmjet shkrimeve, aktiviteteve. Ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Isha me profesor Qamilin edhe po e mbyllim këtu këtë Kuvendin me Zjerm, mund ndiqni edhe një herë këngën Zjerm në Eurovision. Është kuvendi kulturor kësaj radhe. Kemi pas një kuvendar muzikolog. A shumë kënaqësi, do rishihemi në emisionin tjetër.